Lecce theu Pizan në rezultatin 1-0 në Serie A, por ky 3 pikësh ka ardhur me shumë kosto pasi trajneri Di Francesco ka humbur yllin e skuadrës. Talentin shqiptar Medon Berisha, pas vetëm 10 minutash lojë mes fushori Kuqezi, u shtri në tokë duke mbajtur këmbën dhe mes lotësh Berisha doli nga fusha me barel, ndërsa i gjithë stadiumi duart trokiste dhe broëriste emrin e tij. Një goditje e madhe kjo jo vetëm për Lecce, por edhe për përfaqësuesen Kuqezi, pasi Medon Berisha ndalet në momentin e tij më të mirë, atëherë kur kishte nisur të shënonte gola dhe për 3 ndeshje radhazi ka qenë lojtari i ndeshjes. Në këtë sfidë ndërkohë shkëlqeu Ylber Ramadani, i cili ishte titullar dhe luajti 90 minuta në fushë, i vlerësuar nga mediat italiane me notën 7.4. Në përfundimin e ndeshjes, fjalët e para të Ramadanit shkuan pikërisht për vëllain e tij të vogël Medon Berishën. Më vjen shumë keq për Berishën, për vëllain tim të vogël, dëmtimi i tij më shqetëson, e presim sa më shpejt në fushë, u shpreh Ylber Ramadani. Pas ndeshjes edhe vetë trajneri i Lecces Eusebio Di Francesco theksoi se kjo fitore u zbe shumë nga dëmtimi i Berishës, duke vërtetuar peshën e mes fushorit Kuqezi brenda ekipit.